studio. Shëndeti është një prej pasurive më të nda që kemi dhe kujdesi ndaj tij është një prej përparësive më të rëndësishme absolutisht në jetë. Prej shtatorit të vitit 2016, kompania Telekom Albania ka nisur një program shëndetësor shumë interesant të quajtur One Life. Është një program i cili ofron mundësi konkrete për analiza mjekësore falas për të gjithë abonentët në spitalet më të mira private në Shqipëri, për ata klientë pra të cilët bëjnë rimbushjet e tyre telefonike. Ne do të flasim sot në studio pikërisht për këtë mundësi që ofron Telekom Albania. Do të flasim për One Life, çfarë është në fakt, çfarë ofron, ku konsiston, cilat janë analizat që ne mund të bëjmë dhe si mund të përfitojmë prej këtij programi shumë interesant shëndetësor në shërbim të qytetarëve shqiptar. Unë do të ftoj në studio dy zonja të nderuara, cilat do të na shpjegojnë me detaje për të mësuar dhe për të përfituar, për të informuar pra më sakt në lidhje me këtë program interesant. Është Jonida Troqe, përfaqësuese e Departamentit të Shitjeve në Telekom Albania dhe doktoresh Majlinda Cani, mjeke në Spitalin Higea në Tiranë. Presim. Mirë se erdhët, Jonida dhe doktoresh Majlinda. Mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam këtu. Përgëzime për One Life, një program shëndetësor shumë interesant, edhe besoj që ka shumë gjëra për t'u informuar për publikun shqiptar, po është një bashkëpunim mes Telekom Albania edhe Spitalit Higea. Unë ju ftoj të ulemi në tavolinën tonë, ndërkohë që ne do të sjellim një material, një insert që kemi përgatitur në lidhje me këtë program shëndetësor. Ulemi, e ndjekim insertin dhe kthehemi në studio. Shëndeti është pasuria më e madhe që kemi dhe kujdesi ndaj tij është një prej përparësive në jetë. Shpesh përditshmëria, ngarkesa e ditës dhe angazhimet bëjnë që ta neglizhojmë atë. Për të qenë më pranë klientëve të saj, për të vlerësuar gjën më të çmuar që ata kanë, shëndetin, kompania Telekom Albania, prej shtatorit të vitit 2016, ka nisur një program shëndetësor me emërtimin One Life, i cili ofron mundësi konkrete për analiza mjekësore falas në spitalet më të mira private në Shqipëri. Por çfarë është ky shërbim dhe si mund të përfitohet ai? Ky shërbim i ofrohet të gjithë abonentëve me parapagesë dhe me kontratë. Mjafton që të jenë abonent të rrjetit Telekom Albania. Një rimbushje për 1.000 lekësh të reja nga abonentët me parapagesë dhe automatikisht do të bëhen pjesë e paketës Silver. Gjithashtu, nëse abonentët kryejnë rimbushje për 3 muaj rresht me të paktën 1.000 lekë, ata bëhen pjesë e paketës Gold, e cila është një paketë check-upi me analiza falas. Krediti në çdo rast nuk konsumohet. Të gjithë abonentët me kontratë Telekom Albania mund të përfitojnë falas në momentin e parë të regjistrimit nga paketa Silver dhe Gold. Jeni të mirëpritur në çdo dyqan të Telekom Albanias për të regjistruar në shërbimin One Life. Duke nxitur kontrollet rutinë dhe periodike që mund të parandalojnë sëmundje dhe mund të shpëtojnë jetë, One Life është një mundësi e artë për një jetë edhe më të shëndetshme. Ky është materiali i përmbledhur, por që ne do ta theksojmë ato detajet edhe si mund të përfitojmë. Si lindi një herë si ide One Life, ky program shëndetësor? Atëherë, le të themi që teknologjia ose epoka në të cilën jemi është epoka internetit dhe teknologjia ka ndryshuar mënyrën se si ne mendojmë për jetën, ka ndryshuar mënyrën se si e shohim njëri tjetrin apo shoqërinë. Telekom Albania, ose mund të them me krenari që Telekom Albania ishte e para kompani telekomunikacioni pjesë e këtij revolucioni, që 20 vjet më parë nëpërmjet telefonisë celulare. Okay. Ideja lindi ishte prej jush apo ishte edhe Spitali Higea, të cilët ndoshta për të ndërgjegjësuar më tepër qytetarët shqiptar, po për t'i ardhur në ndihmë atyre, sepse ju jeni më në kontakt, le të themi, me problematika shëndetësore apo jo? Për të le të themi që ishte një ide për të shpërblyer edhe për të vlerësuar besnikërinë e të gjithë abonentëve tanë që ishin në këtë rrugëtim në epokën e teknologjisë për 20 vjet rresht. Për këtë arsye ne menduam si Telekom Albania që t'i vlerësonim dhe shpërblenim duke i dhënë atyre mundësinë të kujdeseshin për shëndetin e tyre, të përmirësonin cilësinë e jetës së tyre. Kështu lindi ideja e programit shëndetësor One Life, në një farë mënyrë duke vlerësuar edhe shpërblyer abonentët tanë
dhe familjarët. Ku shtrihet ky program? Shtrihet në qytetet kryesore apo në gjithë Shqipërinë? Si është ndërtuar? Programi në fakt shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Domethënë në çdo qytet dhe rajon të Shqipërisë. Nuk ka asnjë kufizim territorial, le të themi. E cilët janë ata që përfitojnë? Pra, çfarë duhet të bëjmë ne që të përfitojmë nga ky projekt, nga ky shërbim? Nga ky projekt përfitojnë të gjithë ata që janë pjesë e Telekom Albania, ata që kanë në përdorim një numër të Telekom Albania. Çfarë është e rëndësishme në fakt për të theksuar është që edhe nëse Telekom Albania me prefiksin 068. 68, pra për ta kujtuar për të gjithë ata që na ndjekin. Patjetër. Është e rëndësishme madje të theksohet që ekziston mundësia e transferimit të shërbimeve që ky program shëndetësor përmban. Pra, transferimi do të thot kalimi i një shërbimi të caktuar, siç janë vizitat tek mjekët specialist ose ekzaminimet mjekësore tek të afërmit apo familjarët. Bukur. Në lidhje me domethënë çfarë ofron, le të themi, kjo ofertë, le të themi, për në lidhje me analizat apo me kontrollin që mund të bëjë një qytetar i cili ka vendosur të vit kontrollohet. Ka apo nuk ka shenja probleme shëndetësore apo jo? Çfarë i ofron ky projekt? Në sajt të këtij projekti dhe të bashkëpunimit ndërmjet Telekom Albania dhe Spitalit Toni Ge, të gjithë abonentëve të cilët pajisen me një kartë shëndeti ju ofrohet mundësia të marrin shërbimin shëndetësor në spitalin ton, sigurisht me mjekët specialist që kemi ne në spital, dhe bashkë me konsultat që bëjnë ata në mjek të ndryshëm specialist, qoftë dhe me mjekun patolog ose mjekun internist, atyre ju ofrohet dhe shërbimi për të kryer disa analiza apo ekzaminime të tjera, në varësi të nevojës që ata do kenë nga kontrollet dhe check-upet e vazhdueshme që ju bëhen dhe që rekomandohen nga mjekët tanë. Ideja është ju ofrohet një mundësi shumë e mirë për të parë direkt mjekët specialist, të cilët dhe ne tërheqim në këtë formë pacientë të cilët ndoshta janë të sërolatur apo të hallakatur me probleme të ndryshme dhe të pa adresuar ashtu siç duhet. Duke ardhur në spitalin ton, duke pas direkt kontaktin me mjekët specialist, ata arrin t'i adresojnë mirë problemet e tyre, të diagnostikohen mirë në sajt të aparaturave dhe mjeteve shumë të avancuara të cilat ne i disponojmë të gjitha në spitalin tonë dhe sigurisht të marrin një trajtim më të mirë për të gjitha problemet apo shqetësimet e tyre. Spitali Higea, në fakt ne dim që ku e ka godinën e vet, një qendër e jashtëzakonshme spitalore në fakt që është në hyrje të Tiranës, por si bëhet për qytetarët të cilët, le të themi, marrin pjesë në këtë program shëndetësor, por që jetojnë shumë larg kryeqytetit. Domethënë, si është konceptuar, si keni zgjidhur ju këtë problemi, bashkëpunimi ndoshta me klinika të tjera, apo ata duhet të udhtojnë të vinë në Tiranë për të bërë kontrollin e tyre në Higea? Në fakt ne kemi partneritet jo vetëm me Spitalin Higea, sikurse e përmendë, por kemi partneritet edhe me shumë klinika dhe spitale nga më të mirat në vend në shumë qytete të Shqipërisë. Pra nuk është e nevojshme që të gjithë abonentët apo familjarët e tyre që e përfitojnë këtë shërbim të paraqiten vetëm në Tiranë, por në shumë klinika dhe spitale në qytetet më të mëdha. Kuptohet që kemi një partneritet të tillë dhe në vazhdimsi do shtohet partneriteti do pasurohet, le të themi, me klinika dhe spitale të tjera akoma në shumë qytete të tjera të Shqipërisë. Në lidhje me analizat, konkretisht, çfarë analizash ofron ky program shëndetësor? Kryesisht ofron analizat rutin që në përgjithësi bëhen për të gjithë njerëzit që normalisht duhet të bëhen në varësi të protokolleve të caktuara, në varësi të grup moshave apo sëmundësmërive të ndryshme. Ajo që është më e rëndësishme është që nëse analizat e check-upit ose të kontrollit të përgjithshëm bëhen, le të themi, një herë në vit për grup moshat në përgjithësi, sepse pastaj janë specifike për grup moshat të caktuara, ne ju ofrojmë mundësinë që në varësi të problemeve të cilat ata kanë, të cilat mund t'i shfaqin jo detyrimisht një herë në vit, sa herë që kanë një problem apo një ankesë, le të themi, një dhimbje veshi, një problem i fytit, nuk do presim. Sepse ne mjekën që kemi për ta sqaruar, e kemi mjekë ORL, otorinolaringolog, apo jo, dhe prandaj thatë ju me njerë një dhimbje veshit. Po tani nuk do presim të vi periudha e kontrollit të përgjithshëm që bëjmë njerë në vit. Kështu që të gjithë këtyre klientëve në rastin ton pacientëve ju ofrohet mundësia që ata ta kenë këtë shërbimin me mjekun specialist në momentin
të cilin ata e kanë të nevojshëm në momentin të cilin ju shfaqet një problem apo një ankesë, siç e përmendëm dhe më sipër. Sigurisht pastaj në varësi të problemit të cilët ata kanë, pasi ata bëjnë konsultën me mjekët tanë, specialistë të gjitha specialiteteve, sepse spitali jonë është spital multidisiplinar, që i kemi të gjithë specialitetet dhe mjekët në varësi të pas konsultës, në varësi të asaj që gjykon mjeku që ky pacient ka nevojë për të kryer, sigurisht ofrohen të gjitha shërbimet e tjera dhe ato diagnostike dhe analizat e tjera laboratorike apo imazherike të cilat ky pacient do t'i ketë të nevojshme për t'i kryer. Po si mund të përfitohet në vazhdimsi nga ky projekt? Domethënë, sa kohë është konceptuar të vazhdojë, të zgjas? Edhe nëse ti vjen një herë, a ke mundësinë që të përfitosh sërish nga ky projekt edhe le të themi të krijosh një lloj sistemi të kontrollit tënd, organizuar gjithmonë kjo në bashkëpunim me Telekom Albanian dhe Spitalin Higia? Atëherë, programi shëndetësor One Life ofron shërbime të ndryshme, duke filluar që nga vizitat mjekësore në mjekët specialisht, sikurse e përmendi dhe doktor Esha, edhe ekzaminimet vjetore falas. Të gjitha këto ofrojnë falas dhe pas një lloj detyrimi shtesë për këdo, sikurse e përmenda edhe më parë, që posedon një numër që ka një numër Telekom. Brenda 28 ditëve, kushdo që është ose ka përfituar këtë program shëndetësor, mund të shkojë dhe të bëjë vizita pa limit në kardiolog, në patolog, pa limit. Gjithçka falas. Po gjithçka falas. Gjithçka mbuluar nga kompania Telekom Albania. Pra nuk ka asnjë lloj detyrimi shtesë, absolutisht, çdo gjë është falas. Po kështu dhe për ekzaminimet vjetore, përsëri ofrohen falas. Përpos kësaj mund të përfitoj, jo mund, por përfiton edhe ulje në shërbimet ambulatorike, si për shembull skaner, rezonancë, ekografi. Pra, në tërësi, One Life është një program që përfshin shumë shërbime. Shëndetësore që ofron falas. Mjafton që t'jesh abonenti Telekom Albania? Mjafton që t'jesh pjesë e Telekom. Madje, sikurse e thash, mjafton që t'jesh pjesë e Telekom dhe ke edhe mundësinë që këtë shërbim, një nga shërbimet e programit shëndetësor One Life, ta transferosh tek familjarët e tu nëse nuk do ta përdorësh. Pra, është edhe mundësia tek fëmijët dhe tek familjarët gjithashtu. Ja, ofertë kryeve për mesoj edhe rast shumë i mirë, për të përfituar. Ne kemi shumë në rastin e Telekomit shumë abonent dhe pacient tanët pastaj, të cilët e bëjnë, e marrin këtë ofertë për fëmijët e tyre, duke qenë se oroloja është një specialitet shumë i gjerë që ne shohim pacient nga të gjitha grup moshat, që ke fëmijët dhe moshat pediatrike, moshat e rritura dhe moshat e treta ose geriatrike, ju jepet mundësi të gjithë këtyre pacientëve që të kryejnë këto ekzaminime dhe këto konsulta falas falet në spitalet më të mira, në spitalet private, ku sigurisht që aty ka një pagesë, ndërkohë që në këtë formë ju e keni të paguar nga Telekom Albania dhe asnjë para për të shpenzuar në këtë drejtim. Pra, qoftë për ata të cilët vinë për një kontroll rutin, qoftë për ata abonentë të cilët ndoshta kanë shqetësime shëndetësore, shfrytëzojnë dhe përfitojnë nga rasti për të ardhur edhe pas ndonjë shpenzimi për të kontrolluar veten e tyre. Kjo nis besoj ndikon edhe ndihmon shumë edhe për të stimuluar njerëzit për të ardhur dhe për të bërë ato kontrollet rutin, për cilat mjekët në fakt insistojnë shumë edhe përpiqen gjatë gjithë kohës të ndërgjegjësojnë qytetarët në mënyrë që këto kontrolle vërtet i kryejnë, në mënyrë që të parandalojnë në vend që të kurojnë apo jo. Këtë kemi thënë gjithmonë. Si ka rezultuar deri tani, që nga momenti që është krijuar ky program, që ka filluar, është lançuar, ka pasur raste, ka filluar ata që vinë thjesht për kontrolle rutinore dhe që nuk kanë një problem të vërtetë, se ne kujtojmë që shkojmë te mjeku vetëm kur në fakt në përgjithësi programi ka disa muaj që ka filluar, numri i pacientëve është rritur shumë, që ne shohim që janë pjesë e këtij programi. Çdo ditë ne kemi atë oraret tona të cilat shohim pacient që vinë nga programi One Life. Sigurisht numri është shtuar dhe gama e tyre është shtuar shumë. Sidomos në shërbimin orolog, të cilët, duke qenë se oroloja ka disa organe patologjitë të cilave studion, hundën, fytin, veshin, gama e patologjive dhe ankesave që kanë pacientët janë të shumta, ata ju jepet mundësia që menjëherë sapo të kenë një ankesë apo një shqetësim në këto fusha, ata ju jepet mundësia që të vinë të kontaktojnë direkt mjekun specialist dhe të marrin shërbimin. Por
rëndësishme është që të ta theksojmë këtë, që dhe pa pasur një shqetësim, është mirë që një herë në vit, një herë në 6 muaj, le të bëjmë këto kontrollet shëndetësore. Gjithmonë e kemi thënë, e kemi sërthënë në programin ton, ju jepet mundësia tani t'i bëni falas nëpërmjet Telekom Albania, kështu që shfrytëzojeni këtë rast sepse çdo gjë e paguar edhe thjesht është një kontroll, është një dhuratë për shëndetin tuaj, një kontroll rutinë të cilin ju e bëni për të parandaluar edhe për ta kapur, le të themi, shumë herë çdo lloj sëmundje e cila nëse në një moment të dy do të kapej vonë, do t'ishte edhe më e vështirë për të kuruar. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, shumë urime edhe përgëzime edhe njerë për këtë super program, besoj unë, One Life, në ndihmë të shëndetit të qytetarëve shqiptar dhe kryesisht sigurisht të abonentëve të Telekom Albania, dhe falenderit edhe Higeas gjithmonë për shërbimin fantastik që ofron për pacientët shqiptar. Falenderit që ishit këtu. Falenderit të dashurmiqve dhe juve që na ndoqët edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt, ne do të shihemi si gjithmonë nesër në 17:00. Mirupafshim.